Tani do marrim prindrit e tu, do t'i pyesim. Do t'i pyes unë. Çfarë mendoni për djalin kur djali thaj që do bëj këtë, do krijoj një biznes. Ja ta marrim direkt. Djali babi tati e Gomarta do t'i bëm për këtë punë. Ti Gomarta ti s'bën këtë punë. Tani jam këtu me djalin tënd. Me pyeta rretash si e fillove këtë biznesin? Çfarë than prindrit? Se dhe ky von nga njëta sëmundje që vuaja unë dhe që është iniciativa private. Çfarë tha babi? Mos u merr me ato, mos u merr me pisleke ida. Po ti çaj the? Unë i thash, vazhdo të bësh të mami, si të do qefi. Besoj se tani je krenar për djalin, apo ja? Jam krenare që kam një djalë të tillë. Ase i mburet gjithë fshati tani. Ka të drejtë. Ka të drejtë të mburët. Bën shumë mirë që je krenare, duhet të jesh krenare sepse ky djali këtu Faleminderit. ka bërë krenar ju, po ka bërë krenar edhe gjithë shqiptarët, sepse vetëm nëpërmjet njerëzve të tillë që marrin iniciativën, vetëm kështu ky vend mund të eci përpara. Unë të falenderoj shumë, ishte kënaqësi që diskutuam bashkë. Përshëndet, mirupafshim. Ka filluar biznesin 22 vjeç. Këta janë shqiptarët që i duhen vendit. Një fjalë për të ngritur kokën, një sa i ndeshëm.